Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka njoftuar mbylljen e procesit të rinumërimit të kutive të votimit në të gjitha njësitë zgjedhore, duke e çuar procesin drejt fazës përfundimtare të certifikimit. Sipas KQZ-s, tashmë janë krijuar kushte teknike për shpathjen e rezultateve përfundimtare, por ligjërisht duhet të priten përfundimi i afateve të parashikuara për paraqitjen e ankesave lidhur me numërimin dhe rinumërimin e votave. Në planin politik, kryeministri në detyrë Albin Kurti është mangur nga komentet për një koalicion të mundshëm me lidhjen demokratike të Kosovës. Ai ka deklaruar më herët pas certifikimit të rezultateve, prioritet do të jetë formimi i institucioneve të reja, ndërsa bashkëpunimi me opozitën do të fokusohet kryesisht në çështjet e zgjedhjes së presidentit. Ndërkohë, ministrja në detyrë e drejtësisë Donika Gërvalla ka deklaruar se lëvizja vetëvendosje do të angazhohet për dialog me partitë opozitare në funksion të konstituimit të institucioneve. Ajo ka bërë thirrje për tejkalim, siç e ka quajtur, mentalitet bllokues në procesin politik. Zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë u mbajtën pas dështimit të arritjes së një marrëveshje politike për zgjedhjet e presidentit, çështje që çoi vendin drejt votimeve të parakohshme.